Ligji i ri për falimentin që po diskutohet mes institucioneve shtetërore nuk parashikon që të nxjerrë nga tregu kompani që nuk kanë aftësi paguese, por t'u jap atyre një mundësi që të shlyejnë kreditorët e siguruar si bankat dhe ata të pasiguruar si punonjësit, tatimet e të tjerë. Drafti parashikon që të jetë vetë subjekti debitor, qoftë ky individ apo biznes, që t'i drejtohet gjykatës për faliment dhe nuk mund të çohet nga të tjerë. Nëse sot një kompani e ka të vështirë për të paguar detyrimet, atëherë kjo kompani shumë mirë mund t'i drejtohet gjykatës për të kërkuar një riorganizim. Çka do të thotë? Për të rregulluar funksionin e pagesave, ose në kohë zgjatje, ose duke ulur këstin. Projektligji i ri i falimentit parashikon një renditje të veçantë në lidhje me ripagesën e detyrimeve përpara dhe pas shpërndarjes ndaj kreditorëve, ku prioritet kanë bankat si kreditor të siguruar me kolateral. Kreditorët e siguruar kanë një avantazh përpara të gjithë kreditorëve të tjerë. Ata e kanë pasur dhe me ligjin që sot funksionon, por edhe me draftin. A e rregullon sistemi i falimentit kredit e këqija? Absolutisht që i rregullon, por i rregullon kur debitorët janë të ndërgjegjshëm dhe veprojnë. Të gjithë aplikojnë, qofshin këta debitor fizik, qoftë biznes. Drafti i ri parashikon shkurtim të afateve të procesit të shpalljes së likuidimit, riorganizimit apo falimentit të biznesit. Biznesi e shikon veten se sa është i aftë të vijë me pagesa. Dhe biznesi kur e bën kërkesën, ta bëj drejt për riorganizim ose drejt për likuidim. Këtë kohën që vendosim dhe e shikojmë e investigojmë pse arsyeja pse ka ardhur, ne na është dukur vetëm se zgjasim kohën dhe shpenzimet asgjë më tepër. Pamundësia për të falimentuar konsiderohet një ndër problemet më të mëdha për biznesin, pasi ky proces zgjat deri në 5 vjet. Përgjatë kësaj kohe, detyrimet e papaguara të subjektit ndaj institucioneve shtetërore shtohen, duke e bërë të papërballueshëm pagesën e borxhit për të në kushte ku nuk ka aftësi paguese prej vitesh.